Zonja dhe zotëri, mirë dita. Mirë se vini në realitetin e fabrikuar. Të dielën që lam pas, para pak ditëve, interneti, ky i ashtu quajtur pusi i pafund i mençurisë globale, na solli disa nga ato pamjet të cilat të bëjnë të fërkosh syt. Dhe në një botë ku shohim njerëz që fluturojnë me jetpack apo me makina që vetdigjen, duhet shumë për të na habitur. Duhet shumë punë për të na habit. Nuk habitemi nga asgjë. Imazhi ishte ky, një ushtar i ushtrisë mbrojtëse të Izraelit, i pajisur me të gjithë teknologjinë që taksa paguesit amerikan mund të blenë, qëndronte përpara një statuje të Jezu Krishtit, por nuk po bënte heroje, ishte në dorë me një varre apo me një çekan të madh. Dhe me një precizion të lartë që do ta kishin zili edhe skulptorët më të mëdhenj të planetit, ai ushtar po godiste me zell fytyrën e Jezu Krishtit. Cili do të ishte reagimi i parë kolektiv? Niset reagimet e para në Amerikë, në përbot, në Europë, në Afrikë, në lindjen e mesme. Reagimi i parë që vjen në raste të tilla është: shiko se kjo pamje është montazh. Është artificial intelligence, është e fake, është e prodhuar me internet, është rren, është mashtrim, është propagandë ruse, është propagandë e Hezbollave, është propagandë e gardës së revolucionit të Iranit për të prishur imazhin e Izraelit. Pse? Sepse ne jemi mësuar të besojmë se në vitin 2026, ky vit i poshtër në cilin jetojmë, asgjë që mund të shohim nuk është e vërtetë. Pra gjithçka ka shumë mundësi që të mos jetë e vërtetë. Gjithçka në botë, nëse nuk na pëlqen, themi është inteligjencë artificiale. Sidomos në rastin kur shohim diçka që na prish narrativën tonë dhe komoditetin tonë. Narrativi është ky: Izraeli është një luftë ekzistenciale, apo jo? Këto e dëgjoni nëpër lajme nga mëngjesi deri në darkë. Në luftë kundër tiranisë së Iranit, në luftë kundër radikalizmit të Hezbollahut, kundër radikalizmit të Hamasit, kundër të gjitha grupeve ekstremiste në lindjen e mesme, kundër të gjithë këtyre nazistëve, fashistëve të ri, të cilët kërcënojnë ekzistencën e Izraelit. Besoj në të gjithë botën, kudo që të ndodheni, këtë këngë dëgjoni nga mëngjesi deri në darkë. Në fakt, të krishterët në Amerikë dhe në Perëndim kanë filluar ta shohin pak botën më ndryshe nga që kanë dëgjuar deri tani. Një luftë në lindjen e mesme ku çdo sekond vlen dhe çdo plumb ka një qëllim etik, duhet parë me shumë kujdes. Si është e mundur që një ushtar izraelit në mes të një pushtimi në jug të Libanit, atje ku ka hyrë forcat e Izraelit, më falni, kërkoj ndjes, nuk është luftë kundër Libanit, është operacion toksor i kufizuar, që mos bëjmë gabim, mos ta hiperbolizojmë tani, nuk është luftë. Të marrësh territorin e shtetit tjetër nuk është luftë, operacion i kufizuar. Dakor. Operacion toksor i kufizuar, si mundet të gjejnë kohë për pak kanibalizëm apo vandalizëm fetar. Mbase, siç do të thoshte ndonjë analist i njohur i Foundation Defense of Democracies, FDD, statuja e Jezu Krishtit, për shembull, mund të ketë qenë e mbushur me eksploziv. Ka analistë të cilët punojnë për të zbutur narrativat, krem Nivea, pa diskutim, statuja e Jezu Krishtit mund të ketë qenë e mbushur me tritol dhe ka qenë aty në rrezik të madh dhe duhet shëmbur me varre. Statuja ka qenë e mbushur me eksploziv. Pra, do të ketë qenë ndonjë Jezu Krisht i mbarsur me C4 TNT. Kjo mund të jetë një lloj arme asimetrike
e përdorur nga shefi i ri i Hezbëve në Liban, Naim Kasim. Sepse po t'jetë kështu, atëherë kemi një problem të madh. Një problem që varrejat e koka e statujës së Jezu Krishtit nuk e rregullon dot. Tani vjen momenti kur fake newsi, mashtrimi mediatik, vjen dhe bëhet lajmi pa këndshëm për veshin. Dhe ja ku vjen kthesa e madhe. Nuk ishte fotoja që ka qarkulluar ku ushtari izraelit po shkatron statujën e Jezu Krishtit, nuk na pas ka qenë artificial intelligence. Ushtria izraelite pas një heshtje fillestare e pranoi tërësisht. Kanali 12 i Izraelit doli dhe tha, videoja dhe fotoja që keni parë në rrjetet sociale, një antar i ushtrisë së Izraelit duke thyer statujën e Jezu Krishtit me pasion dhe vandalizëm, është video e vërtet. Kanali 12 i Izraelit. Ngjarja ka ndodhur në jug të Libanit, atje ku ka hyrë forcat izraelite në operacionin e kufizuar toksor. Dhe këtu teatri nis dhe bëhet sa i vërtet, po aq edhe ironik. Çfarë do thotë kjo? Mediat izraelite, si Haaretz apo The Jerusalem Post, nuk janë të rënditur nga akti që ka ndodhur. U të rënditën nga budallallëku i ushtarit për ta filmuar. Pra problemi nuk ishte thyrja statujës. Problemi ishte optika. Në gjuhën e marrëdhënieve me publikun, kjo na bën të dukemi keq. Pse dukemi keq? Në një botë ku Izraeli shitet si vendi i vetëm i sigurt, si liria dhe demokracia më e madhe në lindjen e mesme, në mesin e një oqeani të madh, të mbushur me diktator e me terrorist, të cilët nuk marrin erë as nga liria, as nga demokracia, as nga qytetërimi dhe aq më pak nga qytetërimi i krishterë. Krishterët në lindjen e mesme janë shokuar të shohësh një ushtar izraelit të financuar gjerë në dhëm me parat e taksa paguesve amerikan, duke i nxjerrë syt statujës së Jezu Krishtit me çekan dhe me varre. Kjo në fakt do të ishte një fushat marketingu fatale. Do të ishte e tmerrshme. Të krishterët e lindjes, një pjesë të cilëve unë i kam njohur nga afër, i kam takuar, janë shumë të ngjashëm me ne pjesën e popujve që na konsiderojnë me adete, me kulturë, me humanizëm, më të ngrohtë, më vizitor të njëri tjetrit, më familjar, më konservator. Kështu janë të krishterët e lindjes përgjithsisht. Mendoni pak tani ministrin e mbrojtjes. Sa po deklaroi ministri i mbrojtjes se jugu i Libanit duhet të kontrollohet, mbase edhe të banohet nga kolon izraelit. Është një urgjencë kombëtare, ka thënë. Por ushtari i IDF në terren duket se ka komplet prioritetet tjera nga ministri i mbrojtjes së Izraelit. Ai po bën një ekzorcizëm me mjetet e punës, po bën stërvitje, po bën palestër me varre te koka e statujës së Jezu Krishtit. Nga buron kjo urrejtje, nga buron ky hall i madh me statujën e Jezu Krishtit. Në fakt, janë paraqitur muslimanët si egërsirat e botës, të cilët e urrejnë qytetërimin e krishterë. Në fakt, pas kemi të dhëna dhe fakte të tjera të cilat nuk e bëjnë tablon kaq bardhëzi. Vim pak tek ndëshkimi për ushtarin i cili është fotografuar dhe filmuar duke bërë një shkelje të tillë.
ushtari i Izraelit bashkë me kameramanin që e ka filmuar atë akt, janë pezulluar nga detyra. Dhe jo sepse shkelën ligjet e luftës, apo etikën njerëzore, por sepse i ekspozuan veprimet e ushtrisë përpara botës. Nuk duhet i shoh bota çfarë bën ushtria. Pra, u pezulluan të dy dhe vendimi nuk u bë për shkelje flagrante të etikës dhe të ligjeve të luftës, nuk preken kishat, xhamiat, shenjtëritë të tjerëve, gratë, fëmijët, po pse more hajvan na le na shoh gjithë bota këtë që ne duam ta mbajmë të fshehtë. Mesazhi është i qartë. Ju mund ta bëni këtë, por mos ta turproni duke i qitur këto në për TikTokra, në për Facebookra, sepse kjo na prish imazhin. Dhe në vend që t'i themi botës po përplasemi me këta kafshë terroriste, që në përgjithësi janë muslimanët, na del tani që pas kemi edhe armiq të tjerë që janë të krishterët. Pra na del që nuk e kemi hallin vetëm me terroristët muslimanë. E kemi hallin edhe me terroristët e krishterë. Pra ta pas kanë një hall populli i zgjedhur. Këta që kanë luftë me gjithë dynjan. Nuk e pas kanë hallin vetëm me muslimanët. E pas kanë hallin edhe me të krishterët. Këtu vim tek standardet e dyfishta dhe tek kultura e anullimit. Le ta bëjmë një eksperiment mental. Imagjinoni një ushtar amerikan që hyn në një sinagog, në një zonë konflikti dhe fillon të djeg rrotullat e torës. Imagjinoni, ai e filmon këtë dhe e shpërndan me krenari në rrjetet sociale në Amerikë. Do të thonim, mos të nxitojmë të mbrim në përfundime të gabuara. Do të thoshte CNN-i, ky është një incident i izoluar, mos e përgjithësoni. Dakor? Po. Do të ishte lajmi i parë në çdo ekran në Amerikë, do të kishte dhënë ndërheqje në Pentagon dikush shumë i rëndësishëm, do të kërkohej falje kombëtare në televizionet e Amerikës për këtë incident. Por kur bëhet fjalë për një ushtar izraelit me qikan, mediave të krishtera në Amerikë, ata që marrin miliona nga donacionet për mbështetjen e pakushtëzuar të Izraelit, u lidhet gjuha. Ata thonë, të krishterë bëni kujdes, mos u bëni pre e propagandës. Ky është vetëm një djalosh në ushtrin e Izraelit i cili ka humbur rrugën më radh pika dhe nuk e din mirë se çfarë ka vepruar. I ka ikur mendja për një moment, e ka bë copa statujën e Jezu Krishtit dhe pastaj e ka hedhur me budallallëkun e tij bashkë me kameramanin, ka shku budallaj e ka hedhur në TikTok. Qofse do ta bëni diçka të tillë, një turp të tillë, bëjeni po jo në sytë e botës, se pastaj dalim ne si kur kemi problem jo vetëm me terroristët musliman, po kemi probleme edhe me të krishterët dhe këtë nuk duhet ta marrë vesh bota. Nëse guxon të kërkosh më shumë informacion, je pjesë e cancel culture, ose më keq, ti je një njeri i cili, nëse i hyn kësaj historie më thellë dhe ja tregon botës, o je pjesë e mediave dhe e propagandës së gardës së revolucionit dhe të Hezbollave, ose je një njeri antisemit që urren Izraelin. Nëse i hyn në të thella një skeme të tillë, t'ja tregosh njerëzimit se çfarë po bëhet dhe çfarë po ndodh. Pa diskutim ju e kuptoni që kjo në pamje të parë është një mbrojtje geniale, apo jo? Çekani godet gurin për kritika murin e akuzave që të mbyllin gojën. Nuk duhet t'ja tregojmë botës këtë. Incidenti është i izoluar, apo është një model sjelljeje kjo? Pyetja që think tanket e sigurisë nuk duan ta prekin është, a është ky vërtet një incident i izoluar i një ushtari, apo është model sjellje?
Nëse pyet klerin e krishterë në Jeruzalem, ata do të tregonin një histori tjetër. Do të thonin për pështyma, do t'ju flasin për pështyma në rrugë, për varret përdosura në malin e Ullinjve dhe për kishat krishterëve të cilat sulmohen nga ekstremistë që ndihen të paprekshëm dhe kanë mbrojtjen e ushtrisë së Izraelit. Pas 7 tetonit, kur ndodhi çmenduria e Hamasit, e gjithë vëmendja është legjitimisht tek tmerret që ka prodhuar Hamasi. Por në hije, në tymin e luftës në Gazë, komuniteti i krishterë në Gaza dhe në lindje dhe në Palestinë dhe në Izrael sa vjen e rrudhoset dhe sa vjen e ngushtohet. Kisha e Shën Porfirit në Gaza u godit, përgjigja cila ishte një aksident teknik të krishterët që jetojnë në pushtim në bregun perëndimor, si gruaja pranë Betlehemit, që përmendet në gjitha dëshmit e dokumentarëve që bëhen atje, thonë se tokat po u mërën dhe simbolet e tyre po u shkatërohen. Këtë nuk e them unë, këtë sot po e thonë të krishterët e Amerikës dhe të krishterët e Palestinës, të krishterët e bregut perëndimor dhe të Izraelit. Këtë që po e them unë, po e thonë ata dhe unë po i tregoj kësaj pjese të vdekur të njerëzimit, ku njerëzit mbahen me rena dhe me propagandë, çfarë po thonë ata. Këtë problem që po e ngre unë sot, po e ngren kanalet dhe influencerët më të rëndësishëm të Amerikës. Dhe këtu përballemi me absurdin e radhës. Shumë lider ungjillor në Amerikë, si Mark Levin, apo të tjerë e interpretojnë Biblën në mënyrë që Jezusi i tyre të duket më shumë si një komando i forcave speciale se sa si princi i paqes. Ata thonë se pajtimi dhe dashuria janë opsionale, ndërsa mbështetja për politikat e një shteti laik është hyjnore. Ky është një lloj krishterimi pa Krishtin, ku mbrojtja e një agjende politike ka zhvendosur mbrojtjen e njerëzve që praktikojnë besimin e krishterë në vendin ku Jezu Krishti lindi. Dhe këtu vim tek parat, tek transparenca dhe tek zhdukja e heshtur. Flasim pak për parat, sepse në fund të fundit çekani apo varreja e tij ushtari është bler me dollar amerikan. Taksapaguesit amerikan paguajnë ushtrinë atje. Taksapaguesi i krishterë në Alabama dhe në Texas dërgon para, duke menduar se po mbron vlerat judeo-kristiane, por në terren vlerat duken pak më ndryshe. Ato duken si një ushtar që tall ritualet e krishtera brenda një kishe në Liban, duke e kthyer altarin në një set për rrjetet sociale, për TikTok, Facebook dhe YouTube. Pse nuk ka pasoja për këtë? Pse nuk ka një kërkesë për llogaridhënie nga Kongresi Amerikan lidhur me këtë çështje? Ndoshta sepse është më e lehtë të dëgjosh një analist në Tel Aviv se sa një prift në Jeruzalemin lindor. Prifti do të thoshte se besimtarët e tij apo grigja po ikin, se pas 2000 vjetësh prania e krishterëve në tokën e shenjtë po shuhet, jo vetëm nga lufta, por nga një presion sistematik që nuk njeh fe tjetër, as ligj tjetër përveç dhunës dhe forcës. Ju keni parë një intervistë që është bërë me një grua nga Betlehemi që është rrënqethse, e ka bërë Tucker Carlson. Ajo flet me fjalë të thjeshta për gjeopolitikën e madhe dhe për kolonat të cilët po spastrojnë etnikisht rajonin atje. Ik, i thonë, është më mirë për ty, spastrim i but, i veshur me petkun e sigurisë kombëtare të Izraelit. Tashmë, bota është një vend i mashtrimit, i rrenave dhe i pasigurisë, por ne do të flasim deri në fund. Video e ushtarit me çekan
nuk është thjesht një akt vandalizmi, është një metaforë. Është metafora e një botaj që e ka humbur busullën morale në emër të pragmatizmit luftarak dhe ushtarak. Kur ne pranojmë që optika është më e rëndësishme se akti, ne kemi hequr dorë nga e vërteta e madhe. Jezu Krishti, ai i vërteti që lindi në Betlehem, fliste për pajtimin. Ai thoshte se vetëm Zoti gjykon, por sot në jug të Libanit dhe në rrugët e Jeruzalemit, varreja në duart e ushtarit izraelit po bën gjykimin. Dhe ndërsa statuja e gurit të Jezu Krishtit thyhet, ajo që po shkërmoqet vërtet është legitimiteti i një narrative që pretendon të jetë mbrojtësi i civilizimit perëndimor. Dhe ju pas arsit e ilirëve këtu duhet i dini këto. Të krishterët amerikanë dhe bota në përgjithësi duhet fillojnë të bëjnë pyetje sot. Jo pyetje që mbyllen me është e komplikuar apo është e paqartë, por pyetje të vërteta që kërkojnë transparencë, sepse nëse nuk e bën ju të krishterët, atëherë heshtja jonë e të gjithëve bashkë është po aq imorale dhe po aq e rëndë sa që kanë mbi kokën e Jezu Krishtit. Dhe mos e harroni, herën tjetër do t'ju thonë diçka të ngjashme, është ai, shikoni kush e mban mbijetin. Ndonjëherë realiteti është shumë më i shëmtuar se çdo gjë që mund ta shpik një algoritëm. Ju duhet ta kuptoni këtë. Realiteti është më brutal, më i pisët, më i ndyrë, se çka mund të shkojë dhe imagjinata e inteligjencës artificiale. Ndaj, kur të shikoni pamje të tilla, video të tilla, thirreni mirë mendjen. Kush e ka fabrikuar, si është fabrikuar, apo sa e vërtet është, si është e vërteta, hetoni me sytë tuaj, kuptoni të vërtetën, pranoni të vërtetën, sepse vetëm kur çlirohemi të gjithë, hebrej, muslimanet, krishterë, nga sistemi i mashtrimit, nga urrejtja, vetëm atëherë mund të krijojmë një botë të paqët për hebrejt, për muslimanët, për të krishterët, për të gjithë qytetrimin njerëzor i cili është në duart e babzisë, në duart e perversitetit, në duart e Epsteinëve, në duart e shërbimeve sekrete, të cilat përgatisin manualet e barbarisë të kollarisura, bukur, kollarisura, të veshura me kostum në studiot me ndriçim, duke ngritur teza relativiteti, tezat e mashtrimit, tezat e qytetërimeve, tezat e përplasjes, tezat e luftës dhe të gjakut. Kujdes. Babzia është më e uritur se kur, dhe ne të gjithë bashk, të krishterë, musliman, hebrej, çfarë do lloj feje qofsh, në qoftë se nuk e kuptojmë kurthin e madh që është ndërtuar, dhe në qoftë se nuk e ndalim barbarinë, ne do të jemi të gjithë thërrime tek përsheshi me gjak, i përgatitur nga elitat perverse epsteiniane, që në pjesën më të madhe të tyre kanë pasur në dorë korridoret më të rëndësishme të diplomacisë, të luftës dhe të paqes. Vëllezër dhe motra shqiptar, këto që po ju them sot, këto që po ju shpjegoj sot, nuk janë shpjegime të krishnikut vetëm. Janë shpjegime të krishterëve të Amerikës, të skifterëve më të mëdhej të krishtërimit në Amerikë, të cilët po e zbërthejnë lojën dhe mashtrimin e madh dhe propagandën e madhe për llogari të paqes dhe të njerëzimit. Dhe jam i sigurt që hebrejt e ndershëm në Izrael, në qoftë se nuk do të kenë fuqi të ngrihen, ashtu si ne sot nuk kemi fuqi të ngrihemi këtu në Tiranën e shkatëruar, në Tiranën që ka shit Shqipërinë, hebrejt do të paguajnë fatura të mëdha, do të paguajnë më së pari faturën e tmerrshme të braktisjes nga populli amerikan që i ka mbështetur aq bujarisht dhe që sot e ka kuptuar, por edhe nga të krishterët e Europës, të gjithë botës, bashkë me muslimanët e tyre. Hebrejt e ndershëm sot në Izrael dhe në botë, të krishterët e ndershëm, muslimanët e ndershëm, duhet
të gjithë bashkë ndërtojnë narrativën e shpëtimit nga grushtet e oligarkëve, të hajdutëve, të lozhave të mëdha, të cilët paguajnë propagandën, ushtrit, makinerit e armëve për të prodhuar luftë, gjak dhe urrejtje për llogarit fitimeve të tyre. Ne, duke u bërë gjithë bashkë, duke i thënë të vërtetat e mëdha ashtu siç janë, në mos e ndalofshim dot luftën, do të vdesim të qetë, pa pengje, se ne kryem detyrën tonë njerëzore, humane, dhe aq sa kishim në dorë, e dham kontributin tonë në këtë racë përbindshësh e cila kontrollon njerëzimin sot. Ju faleminderit për vëmendjen. Mos harroni sonte do të jemi në live në 21:30 për të marrë me zhvillime të jashtëzakonshme që po ndodhin në rrafsh bote, rajoni dhe në rrafsh Shqipërie. Tek Shqipëria e shitur që po tretet çdo ditë dhe nga populli i cili shkruan në YouTube, Facebook dhe në TikTok. Ne kemi mbaruar çfarë të bëjmë më shumë o Krishnik. Kemi shumë për të bërë. Sonte darkë do t'ju them se çfarë duhet dhe çfarë duhet të bëjmë ne të gjithë. Miru dëgjofshim, mos harroni në 21:30. Kjo është Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adheu. Shpërndajeni videon pjesës tjetër shqiptarëve, nëse e shikoni se ka me vlerë, diçka me vlerë aty, duke ju falendëruar për kohën tuaj të çmuar. Mos harroni të bëni like, share, subscribe kanalit dhe rishihemi në 21:30 sonte live. Miru dëgjofshim.